në absolut që kishte në ato kohë, të më thonë, ata të mundu me abot keqen tjerve për vujna në sot atë pjesë. Pastaj është edhe mos energjia, gatishmëria e deputetëve që ta çojnë në kushtetues se pyetin se kjo afat a mund të ndryshojë, kjo pjesë, kjo procedura mund të ketë një afat, se donate përmendi pak merret për shembull datën 15 qershor si opcion, po momentalisht ky vendim nuk na jep neve afate për më na tregu se a mundemi apo nuk mundemi me gjetë një datë caktuar. Krejt çka e dim është që për me shku në zgjedhje do të më konstituu kuvendi. Do të më konstituu kuvendi, më rrëzu, më shpërbaj kuvend edhe me kalu në zgjedhje. Du më ndërlidh shkurt e pjesë e ndërkombëtarëve, pas e dina shumë mirë pas zgjedhjes së Atifete Jajagës ish presidentes edhe gjithë zhurmës që pat bëu brenda këtu te në Kosovë, ndërkombëtarët na dhanë mesazhin e qartë që na thanë na do ta vazhdojmë procesin zgjedhor pas asnjëherë më nuk do të përzimi në zgjedhjet e juve. Zgjedhjet i bën populli dhe ju duhet vazhdoni. Populli Albin Kurtit ja ka jap 42%, jo 50% sikur herën e fundit, ai këto nuk është të mujt me kuptu dhe këtë diferencë nuk është të mujt me bë. E ku e dërgon nëse shkojmë edhe një herë zgjedhje, ku e sheni këtë përqindje, në fakt jo edhe për çet ku ka me qenë? Varësisht koha dhe periudha kur shkojmë zgjedhje, se nëse shkojmë zgjedhje bashkë me zgjedhjet... mundet me qëndru shteti pa institucione, është e pa... Ne kemi disa institucione që janë të funksionu në farë formë, edhe pse po e ri përsëris kundërlitshëm ato janë të funksionu. Tash nuk e di saktësisht qysh është, po dikon rreth 6 muaj më duket do të me pas një institucion tamam vërtet nuk e di sakt, po çka e di kështu është që 6 muaj. Sa i përket numrave zgjedhor, krejt varet koha kurse nëse shkojmë gjatë verës dhe që është pretendimi pak a shumë i Albin Kurtit na çoj gjatë verës në zgjedhje kur diaspora ka fluksin edhe është këtu, që është korriku domethënë mesi dhe fundi i korrikut, atëherë besoj që do të jetë fatale për parti tjera, pasi që e dim për krajën e madhe që ka vetëvendosja dhe posaçërisht Albin Kurti nga diaspora jonë. Okej, para se me vazhdu drejtësinë tonë, nëse kemi mundësi ta kemi në lidhje direkte deputetin e Lëvizjes Vendosur Mefajl Bashkinovci, të tentojmë në rast që do të jetë i hapur për të bërë pjesë e emisionit të ambar për të diskutuar pak a shumë se çfarë pritet ndodh nesër dhe ku është fajtori sipas anës partisë e cila ka marrë më shumë të vota. Do ta provojmë fatin, e di që me edhe ka qenë në stadion për ta përcjellë ndeshjen e pas një postim të tij, ndoshta është mik i yni, ndoshta na pranon edhe pa emëruar. Po ti shik naci, ta kishim me Failin. Tu më kthye te pjesa pra varësisht nga koha dhe periudha kur mohon zgjedhjet, vetëvendosja